Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Këtu është data jon 1 maj që ne kemi dalë për qef, kemi vajtur në Lago di Garda dhe unë po vi me një vlog të vogël dhe ja rrugtimi jon si familje të gjithë. Këtu qëlloj një pjesë e rrugës që ne kemi gjetur goxha trafik, se kishin ndodhur 3 aksidente, por gjithsesi ja dolëm dhe ja gjelbërimi edhe vreshtet që ishin në për toka ose mrekulli për Zotin. Mua më kënaqin këto gjelbërime, këto gjëra. Është një gjë që më kujton fëmirin time kur unë kam qenë në fshat. Edhe më ringjallin atë nostalgjin. Dhe ja ku ne dolëm nga trafiku i shumë dhe këtu jemi afër Lago di Garda, duhesh edhe pak që ne ta arrinim. Normal rruga nuk ishte shkurtër, ishte goxha e gjatë. Këtu ishte një urë shumë e bukur që ndante një lumë edhe ishte shumë pamje e lezetshme, shumë pamje e bukur. Por mua në atë moment ajo ura më njante sikur do binte se ishte berë për druri. Gjithsesi shikoja gjelbërimi, kjo rruga ishte shumë e ngushta. Edhe i thesha mburit ki kujdes se nuk është rrugë për makinën tonë. Por gjithsesi dhe ja vreshtet unë i kam filmuar dhe ishte gjë e papar, gjë e mrekullueshme. Të gjitha dhe këtu ishin këto pemët që jepnin një bukuri kësaj rruge që na pëlqeu shumë. Ishte rreth 3 që ne kemi vajtur te Lago di Garda dhe ja këtu jemi në Lago di Garda, kemi zbritur, parkuar makinën. Edhe po ecim në kem, do bëjmë një rrugë aty te 20 minuta në kem. Shumë e bukur kjo rruga, shumë e lezetshme, ishte për ciklistat edhe mund të eci edhe në kem. Ishin hotele, ishin restorante, dhe gjithë kjo pjesa këtu si që shikoni, ishte shumë e lezetshme, ishte gjitha agriturizmo. Ja si që thash, njerëzit u kaloni dhe me bicikleta dhe në kem. Dhe këtu ishte një hotel, restorant me pishin, ishte spektakolar, ishte shumë i bukur. Dhe këtu jemi në Lago di Garda, si që shikoni, ajo dita ishte fantastike, ngrohtë e bukur. Edhe lago ishte shumë i qeti, kishte rosa, kishte çdo gjë. Këtu ishin shkallët që unë kam bërë një foto, shumë panorame bukur. Të vinte të bëj një banjë. Dhe ja Eliana ku ul aty se thoshte do marr diell. Kjo ishte, besoj për ato varkat e vogla, edhe ja rosat si fluturonin. Unë kam bërë video të shkurtra për të filmuar pak nga të gjitha, si që shikoni, dhe këtu shikot njerëzit si ishin relaksus, kush e kush për qefin e vet, edhe ishte mrekulli për Zotin. Neve jemi kënaqur. Edhe ja si që shikoni, ne akoma ecnim dhe po vendosnim se ku do hanim drekën. Nuk kemi ngrenë në një gjë kush e di, preferuam diçka të thjesht, të lehtë, fëmijët deshën pica dhe neve engrëm pica. Shiko çfarë bukurie që ishte plot me njerëz, kishte shumë dhe u shtuan më tepër akoma më mbrapa. Këtu jemi po zgjidhnim se çfarë do merrnim, kishim menut në dorë. Edhe nuk ishim vendosur akoma. Atëherë si fillimisht kemi marrë këtë brusketën me patate të skuqura. Edhe këtuja njerëz të dashur kishte njerëz që shisnin panorama të bera me dorë që ata i bënin vetë, shumë të bukura, shumë fantastike. Bartolino, kemi vajtur në Lago di Garda, ishte fantastik. Edhe ja, pasi neve ishte edhe kjo shumë e bukur që ti mund t'i jipje, rrota panoramika, që ti mund t'i jipje aty dhe por unë e vuaj lartësin dhe nuk më mbante që të jipjem atje. Edhe nuk më pëlqejnë gjërat e larta. Nuk i kam qef që të shikoj të tjerë, por që t'jipi unë, jo, nuk ekziston. Dhe ja rosat si lashin për qefin e tyre. Wow! Dhe këtu
mbas dreke, mbas një ore, 2 ore kështu, kemi marrë këto akulloret, kujtonim se ishin të vogla, mana të vërtet ishin shumë të mëdha si akullore dhe nuk i hengërm dot të gjitha se ishin të egzageruara. Kjo ishte